Zgjedhje të parakoshme parlamentare nuk do të ketë, kurse Crvenkovski, nëse dëshiron të merr pjesë në zgjedhjet lokale, ka afat të dorëzojë listat deri në ditën e diel. Këtë e deklaroi sot kryeministri Nikola Gruevski. VMRO DPMN-ja, tha ai, nuk do të bëjë lëshime të tjera. Sipas tij, LSDM-ja duhet të dalë nga filmi i tyre sepse ai film shkon në dëm të LSDM-s dhe shtetit. Të gjitha ndryshimet ligjore që këto ditë u sollën në parlament i mundsojnë kësaj partie të kthehet në zgjedhjet lokale dhe të tërhiqet nga idetë e tyre për luftë dhe bojkot. Ai më tej tha se Stefan Füle, njëjtë si ne, është i shqetësuar për situatat me të cilat ballafaqohemi. Ai edhe në të kaluarën ka tentuar të ndihmojë dhe është e qartë se edhe nesër sërish do të vinë në tentim që me forca të përbashkëta të bëjmë përpjekje që të zgjidhen punët. Këtë e theksoi kryeministri Gruevski në përgjigje të pyetjes së gazetarëve pas vizitës në shtëpitë e vërshuara në lagjen Livadi në Sfeti Nikol. Jemi të gatshëm për bisedë në bazë të parimeve tona dhe pozitave të cilat i kemi vendosur, por shpresoj se mençuria do të mbisundojë te njeriu i pari LSDM-s, pasi praktikisht gjithçka vjen prej tij, tha Gruevski. Ndërkaq që Andrej Zhernovski nga LSDM-ja tha se problemi më i madh më 24 mars, ditën kur do të mbahen zgjedhjet lokale. Sipas Zhernovskit, nuk do të jetë bojkoti i zgjedhjeve nga ana e opozitës, por bojkoti i qytetarëve nga Komuna Qendër, edhe pse nuk është e sigurt se këto zgjedhja do t'i bojkotojë tërësisht, pasi ka indikacione që kryetarët e komunave të Strumicës, Kumanovës dhe Ohrit deri ditën e diel të dorëzojnë listat për këshilltar dhe kryetar komunash si kandidat të pavarur.